Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shërbimi i inteligjencës së jashtme ruse akuzoi kompaninë serbe të mbrojtjes për përdorim të dokumentacionit të rrem dhe palëve të treta për të dërguar fshehurazi, predha artillerie, raketa dhe municione për armë të vogla në Ukrainë. Shërbimi i inteligjencës së jashtme ruse pretendoi se kompanitë serbe kanë përdorur certifikata të rreme të përdoruesit fundor për të transportuar armë përmes Polonisë, Republikës Çeke, Bullgarisë dhe vendeve të tjera të NATO-s si dhe shteteve afrikane të paspecifikuara. Këto armë, tha agjencia më vonë u shfaqën në Ukrainë. Sipas SVR-s, 100.000 raketa dhe predha së bashku me 1 milion fishek armësh të vogla janë transferuar në këtë mënyrë. Prodhuesit kryesorë të armëve serbe dyshohet se ishin bashkëpunëtor në skem. Presidenti serb Aleksandar Vučić diskuton me presidentin rus Vladimir Putin eksportin e municioneve. Ne kemi formuar një grup pune me partnerët tanë rus për të përcaktuar faktet, i tha Vučić transmetuesit RTS. Duke komentuar mbi pretendimet e shërbimit të inteligjencës së jashtme ruse, Vučić pohoi se disa nga deklaratat që janë bërë nuk janë të vërteta. Për shembull, ata pretendojnë se ka një kontratë me Republikën Çeke. Megjithatë, nuk është lëshuar asnjë leje dhe nuk janë dorëzuar raketa, tha ai. Vučić theksoi se Serbia mban marrëdhënie të mira si me Rusinë, ashtu dhe me Ukrainën. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kombet e Bashkuara John Kelly tha para Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të njëjtën vonë se marrëveshja që është ofruar për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë është rezultati më i mirë i mundshëm për Rusinë, dhe se presidenti Vladimir Putin duhet ta pranojë atë. Zgjatja e luftës nuk është në interesin e askujt, tha John Kelly, përfaqësuesi i përkohshëm i SBA-s në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara mund ta shqyrtojnë tërheqjen nga përpjekjet për bisedime nëse Rusia merr vendimin e gabuar për ta vazhduar këtë luftë katastrofike. Kremlini tha të njëjtën se pret përgjigjen e Kievit për propozimin e tij për bisedime të reja në Stamboll më 2 qershor. Majsa Diun ende nuk ka përgjigje, duhet të presim një përgjigje nga pala ukrainase, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Këshilltari i lartë i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski tha se Ukraina është e gatshme të marrë pjesë, por dëshiron të shohë paraprakisht propozimet e Rusisë për përfundimin e luftës. I shefi i CIA-s dhe generali amerikan me përvojë, David Petraeus, paralajmëroi se presidenti rus Vladimir Putin mund të marrë një sulm ndaj një shteti të NATO-s nëse arrin sukses ushtarak në Ukrainë. Ai tha se Lituania është më e rrezikuar duke shtuar se Moska mund të ndërmarrë një provokim ndaj saj për të testuar vendosmërinë e perëndimit ose si hap drejt një ofensive më të gjerë. Duke folur në Institutin Policy Exchange në Londër, Petraeus kritikoi reagimet e ngadalta të perëndimit ndaj nevojave të Ukrainës. Ai tha se vonesat në dërgimin e tankeve Abrams, avionëve F-16 dhe armatimeve të tjera i kanë kushtuar shumë Ukrainës në fushën e betejës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.